e cila gjendet në Klan Arena, aty ku po ndodh edhe ky organizim. Gremisa e linja për ty. Si që the dhe ti Linda, Klan Arena u bë një koqire e shumë mysafirëve vendor e ndërkombëtar të cilët erdhen në edicionin e 4 të konferencës, kudo dhe plakjo konferencë nga deri tek vendime dhe mund të themi që kjo konferencë po mbahet për herë të 4 dhe këtu në Klan Arena ka shumë mysafirë dhe për të na treguar më shumë rreth kësaj konference se cilat janë pra diskutimet që u bën duke pasur parasysh faktin që nisi rreth orës 9 dhe do të zgjas deri në ora 18, këtu pranë vetes kam organizatoren Melita Ymiraga. Ndërruan shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve që jeni këtu. A mundesh më na tregu se çka u diskutua deri tash dhe çka pritet të diskutohet në vazhdim? Po, që nga mëngjesi prej hapjes, kem të ndëru me pranin e zonjës Mimoza Kusari Lila me një fjalë hapse, pastaj të Procredit Bank si sponsor general. Mirë po, ajo që vlen të theksohet është paneli ku folem për ekosistemin dhe integrimin e institucioneve me sektorin bankar në mënyrë që bizneset t'i kenë informatat automatike dhe sa më të integruara. Po ashtu folem për nënshkrimin digital i cili është shumë i rëndësishëm në profesionin ton dhe për të pas një sistem sa më të integruar në aspektin digital. Në vazhdim, në fakt vese kemi pas, drejtoreshën e shoqatës e kontabilistëve, zonjën Teuta Ukshini Aliu, e cila prezentoj vizionin dhe strategjinë e skakut, folem për rëndësinë e profesionit dhe transformimin e tij. Patem një folse të huaj, e cila ndau me një rrugtimin e saj, shumë inspirus, edhe na tregoj se si përmes këtij profesioni dhe teknologjisë ajo jeton dhe vepron nga kudo në botë. Tani paneli radhës pas pauzës së drekës që do të ndodhë, ka të bëjë me shkatësitë, të cilat duhet t'i kenë kontabilistët në mënyrë që të ofrojnë shërbime dhe t'jenë krahas trendeve globale dhe do të kemi garën me studentët, cila ka fillu shumë herët dhe do të zgjas në ora 4. Studentët do të përfitojnë bursa, do të përfitojnë një shpërblim financiar, të përkrahur nga Skardian Sigurimet, pastaj do ta kemi një shpërblim tjetër për vullnetarët e konferencës nga një ekspert i njohur nga Anglia, do të kemi një folse nga Amerika dhe prej orës 3 fillojnë në 3 sallat paralel sesionet ku secili pjesëmarrës do të ketë mundësi të vijojë temën e cila është me interes për ta. Dhe në fund, ngjarja do të përmbyllet me shpalljen e grupit fitues nga Fakulteti Ekonomik, si dhe krahas kësaj në paralel kemi bizneset të cilat janë tu promovu edhe tu dhe të ofru zgjidhje softverike për bizneset. Kemi produkte nga fusha e burimeve njerëzore, kemi produkte të cilat ka të bëjnë me shitjen, me kontabilitetin dhe menaxhimin financiar në përgjithësi. Pra, si përmbledhje, konferenca është ndarë në disa fronte, në një anë kemi garat, në një anë kemi temat dhe sesionet paralele, kemi këndin e bizneseve dhe kemi këtë sallën qendrore ku po zhvillohen panele dhe prezantime nga folësit e huaj dhe vendor. E që natyrisht shikuesit e Klan Kosovës, gjitha këto që ka ndodhur do të mund t'i ndjekin përmes një kronike më të zgjeruar në edicionin e lajmeve në orën 20. Patjetër Gremisa të falenderoj për këto detaje që na dhe nga ky organizim që siç e tham po mbahet në Klan Arena.